mund mos t'i njohësh ti, por ata të njohin ty. And then we had the opportunity to see Më each other pas in patëm few mundësi occasions të when he shiheshim was në një serving sër rastesh in kur the ai most difficult, I believe, shërbente në for an American vendin më të ambassador in the vështirë për një Balkans, ambasador because amerikan there në is also such a Ballkan, thing. sepse It's ka not everywhere edhe easy një as gjë it të is in tillë. Albania, Nuk është kudo e in lehtë Belgrade. siç është në Shqipëri. And to me, Pra, në it was Beograd, really amazing për mua how ishte he dealt e jashtëzakonshme, that place vërtet, and mënyra how he se succeeded si ai to somehow shape e the course of mor në events atë in vend that dhe si place mundi të formësonte in a në një period of farë mënyrë time rrjetën e when ngjarjeve në atë vend, një periudhë I kohe, would say that country came closer than në ever të cilën ai vend to do thoja ju what, afrua më shumë se from the kur angle of asaj çka American or from the nga angle këndvështrimi i of një Amerikani a Westerner apo nga one would wish. këndvështrimi i një So perëndimori I nuk do just të ishte dëshiruar. want to thank Unë the do doja vetëm që të rector and whomever else falenderoja thought rektorin e çdo tjetër make me this honor to have the që opportunity mendoj të to më bënte këtë share nder some of my për të më thoughts dhënë in mundësinë që të this ndaja event. disa nga mendimet e Not mia as në këtë someone that read the ngjarje. book, because Jo I si repeat dikush që ka first, I lexuar didn't read librin, the book. sepse e përsëris nuk I e kam will. lexuar librin, do ta But lexoj, then I'll not por have the chance to speak pastaj nuk do të kem publicly shansin about që të it flas because publikisht you'll për be të, sepse ghost again. ti do And, të jesh sërish një the only fantazm place dhe i where you vetmi speak about books is or vend here or ku at my flet për librat është ose my, këtu ose building. në ndërtesën If you come back time. and Kështu që nëse you are interested kthehesh in a longer dhe conversation je about the book, interesuar për një bashkëbisedi më të at the gjatë rreth building I am librit, for the në moment, ndërtesën I would ku be unë more jam than për happy to momentin, have do this të conversation isha and më to shumë se tease e you with lumtur some që ta zhvillonim këtë questions, bisedë, t'ju which I'm ngacmoja me sure disa you will pyetje be që very jam i successful sigurt in që answering or in do t'ju përgjigjeshit avoiding. me shumë sukses, do t'ju përgjigjeshit ose do t'i shmangnit me shumë Let me sukses. end Më lini ta with përmbyll a quote me një that citim is here among some quotes selected by my guy. që është këtu, është e përzgjedhur nga Chris wrote, fjalimshkruesi im prej librit. the problem Chris between the two shkruante, problemi countries midis dy vendeve might seem like a joke duket si një in the head of a shaka late-night comedian, në kokën but in e the një Balkans, komediani there të was mbrëmjes nothing vonë. funny about it. Por në And Ballkan then, nuk ishte asgjë për të qeshur me këtë. talking about his period of service, I Duke guess, in folur, North Macedonia, besoj today për it was periudhën e Macedonia tij when Chris was there. shërbimit, për periudhën e shërbimit të tij në Maqedoni, sot është Maqedonia e Veriut. Aty fillova të lexoja gjithçka që mund të merrja në dorë për Maqedoninë. Vërtet, shembulli i asaj çfarë Churchilli dikur tha për Ballkanin, që ka prodhuar më shumë histori se ç'mund të konsumoj. For me, it was Për mua, news that this was Churchill ishte because lajm që këtë kishte thënë Churchilli, I was taught sepse that it was Harry Fultz, mua më kishin thënë që e ka thënë Harry Fultzi, famous American here një that Amerikan i famshëm këtu, leaving behind a love që u letter to the largua Albanians. duke lënë pas një letër When dashurie për the Americans shqiptarët, had all to leave, kur Amerikanëve that ju desh embassy të that you largoheshin came here të to gjithë reopen dhe eventually. ajo ambasadë që But erdhët in të any çelni case, being këtu Churchill or being Harry në Fultz, mënyrë hakmarrëse. there is only one thing Megjithatë, that qoftë has to be Churchill a redacted. Harry Chris, Fultz, ka një gjë që duhet not të it korrigjohet, has produced Chris. more history than Jo can be ka consumed, but prodhuar it still më produces shumë more history histori than se can be sa consumed. mund konsumohet, por Fortunately ende not prodhon më shumë histori as se sa mund much konsumohet. together, Fatmirësisht jo kaq for shumë sure, së bashku, por same way sigurisht in në po të njëjtën our mënyrë own countries. në vendet tona më vete. By not Fatmirësisht producing duke as much together, mos we are prodhuar kaq less, shumë së bashku, less keen jemi nowadays më pak to have conflicts. të prirur This is a ditët great e sotme achievement, për të pasur but konflikte dhe kjo është një still, arritje jashtëzakonshme, not, por ende stopping to produce as much in our own countries
Nuk kemi pandalur së prodhuari shumë brenda vendeve tona, nuk jemi mjaft të prirur për të bërë atë kapërcimin e pjekurisë. Kështu që Kris, faleminderit shumë, faleminderit sinqerisht për atë që je përpjekur të bësh. Të takon ty që të vendosësh se sa I suksesshëm ke qenë për të ndihmuar të vende, për të ndihmuar komunitetet e politikën, kudo që ke qenë që të rriten. Për një gjë sidoqoftë jam I sigurt që askush që ka pasur shansin, pra të gjithë ata që kanë pasur shansin të punojnë me ty, nuk do të mund të të harrojnë kurrë, vetëm për arsye të mira nuk e di, por është e sigurt që ke lënë shenjën te gjithkush që ka pasur privilegjin të takoj dhe ka pasur nderin të luftojë apo të përballet me ty. Faleminderit zoti kryeministër për fjalën tuaj. Doja të citoja shkurtimisht diçka nga libri. Kur zoti Hill rrëfen ditët e para në ambasadën amerikane në Tiranë. Unë u bëra numri 2 I tij, domethënë zëvendës shefi I misionit. Detyra ime ishte të drejtoja punët e brendshme të ambasadës, ndërsa ambasadori merre me veprimtarinë jashtë saj. Filluam të njinim shqiptarët, një nga një, ashtu siç vepron një diplomat I mirë. Dhe kjo është diçka që lidhet me marrëdhëniet, jo me marrëveshjet. Zoti Hill e ka nisur karrierën e tij në Departamentin e Shtetit në vitin 1977, duke qenë sot një diplomat karriere, I emëruar disa herë ambasador, I emëruar në mos gaboj nga 4 presidentë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kemi nderin dhe kënaqësinë ta ftojmë sot këtu me ne. Zoti ambasador. Well, thank you very much for this Faleminderit shumë për këtë mundësi që të gjendem këtu për botimin e librit tim në gjuhën tuaj të mrekullueshme. Very small elements of which I actually speak, but së cilës I flas elemente shumë të vogla, por e dëgjoj siç dikush do të dëgjonte muzikë. Dua të falenderoj shumë kryeministrin për fjalët e tij të sjellshme, sepse mendoja, ndoshta po mendonte nëse duhet priste për funeralin tim apo duhet ti thoshte tani, por më mirë tani sepse unë mund t'i dëgjoja dhe po shtym kështu funeralin. Unë mendoj që për çdo diplomat amerikan ka vende që janë të veçanta, sepse janë vende ku ndihesh se ke sjell një ndryshim. E me qëra fjala, dua të them në parantez që e çmoj që kryeministri përmendi jo vetëm gjëra që kam bërë, po edhe gjëra me të cilat nuk kam pasur absolutisht të bëja asgjë. Thjesht doja ta bëja të qartë që edhe një herë. Por seriozisht, të gjendem këtu në Shqipëri rreth 34 vjet pasi mbrita për herë të parë. Kur më quan në hotel Daiti, ndoshta disa prej jush e ka dëgjuar dhe qëndrova në shkallët e hotel Daitit pas dita një të diel dhe të gjithë ecnin përpara hotelit, mendoja me vete. A nuk ka pasur këtu automjete private? Dhe përgjigja ishte po, nuk ishte pasur, por po kështu edhe përfaqësonte diçka tjetër për Shqipërinë. Dhe njerëzit e saj të mrekullueshëm, atë ndjenjë komuniteti, ndjenjën e afërsisë dhe përgjërimin për më shumë marrëdhënie. Kur vjen në një vend, ashtu siç duhet bëhet çdo diplomat, hidhesh me kokë në të. Pra jam vërtet shumë vlerësues që kryeministri tha diçka që vetëm një orë gjysmë më parë u përmenda studente, ndërkohë që po flisnim se çfarë bën një diplomat. Dhe së pari, gjëja e parë që bën është të zhvillosh aftësitë e dëgjimit, të dëgjosh çfarë thonë njerëzit. Mos je gjithmonë atë gjendjen e prezantuesit,
informacionit, transmetimet, por dëgjoj, dhe në fakt këtë po i thosha edhe studentëve një orë gjysmë më parë, që kur dëgjon, kupton vërtet për çfarë të tjerët janë të shqetësuar dhe ndërkohë kur i dëgjon mund t'i ndihmosh në bazë të asaj për cilën kanë nevojë, jo në bazë të asaj çfarë ti mendon se mund t'japësh. Sepse mund të shkosh në një vend dhe thuaj që do t'i ndihmoj me këtë apo me atë, por mund kuptosh janë indiferent ndaj kësaj apo asaj që do ti t'i ndihmosh dhe natyrisht duan që të zgjidhin problemet e tyre dhe nuk duan që ti të zgjidhësh problemet e tyre për ta, sidomos kur sapo ke zbritur nga avioni, ke 8 orë dhe kujton se kupton çdo lloj gjëje, sepse në fakt nuk është kështu. Unë mendoj që çdo diplomat, pavarësisht se ku shkon, duhet të ketë konceptin e përqafimit të kompleksitetit, duhet të kuptosh që kompleksiteti vjen në çdo lloj dimensioni, në çdo lloj vendi. Nuk kam parë një vend kaq kompleks sa